Përshëndetje, mirë se erdhet, mirë se po takohem të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja jemi në vazhdim të serialit ton nga Pastor Stefan Bor, Triangle Message. Pra është pjesa 11 tani dhe ju dëshiroj mirë se ardhje, mirë se po takohemi, bekime për ju, familjet e juaja nga Bashkësia Adventiste ditës 7, Kosovë, pra Buja Roka 61. Edhe këtu në Facebook, pra TikTok, YouTube, gjithashtu Bashkësia Adventiste dhe është numri i telefonit për të gjitha ata që janë të interesuar. Pra është pjesa e 11 tani dhe me temën bisha e zbulesës që del nga toka, apo Revelation Land Beast, ashtu si që thuhet, nëse e kujtohet herën e kalume. Pra, kemi bisedu për bishën e cila del nga uji, kjo tani është ndryshe, kjo është pjesa tjetër e kapitullit 11, pra bisha e cila del nga toka, jo nga uji. Dhe ta para se që fillojmë, si zakonisht e ftojmë prezencën e Zotit, pra ju përshëndesim kështu live dhe lutim që kudo që jeni të bëjmë lutje dhe të lutem bashkë. O Zoti i Madh, i gjithëpërshtetshëm, faleminderit për fjalën tënde, për zbulesën, faleminderit për të gjithat mirat. Ti je mësuesi, udhëheqësi dashamiri, shpëtimtari jon. Të lutem na udhëheq, udhëzo, na fol me këtë temë aq të rëndësishme dhe me rëndësi të madhe mbar botërore. Dorëzo durët tua, udhëheq na, udhëzona dhe bekoj ata që do ta përcjellin tani dhe më vonë në media, të kuptojnë, të besojnë, të pranojnë fjalën tënde, vullnetin tënd dhe shpjegimet dhe mësimet e tua që ti na jep në fjalën tënde, në emrin të Atit, Birit, Frymës së Shajt, për gjithmonë. Amen. Okej, pra me lejen tuaj e kthejmë edhe atje që të mund të t'i përcjellim vargjet, tekstet, ndonjë ilustrim që është, okej. Besoj që tani është mjaft kështu e madhe dhe po shihet mirë dhe bukur, besoj. Dhe pa humbur kohë, natyrisht fillojmë. Pra kjo ishte bisha nga hera e kaluar, tani shkojmë me vazhdimin e kësaj të zbulesa 13 vargu 11 i cili thot pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga dheu dhe i kishte 2 bri dhe i ngjante atyre të qengjit, por fliste si dragua. Fliste si dragua. Nëse doni të shihni se si duke, ja, kështu është pikturume, pra bukur normale në krahasim me këtë bishën e parë, e cila nuk mund të gjendet në natyrë, pra nuk ekziston diku. Kjo bish tjetër është, si themi, me këmbë në tokë, pra i ngjan bizoni, siç po e shihni, por i ka karakteristike që brit i ka si të qengjit. Ja, kjo është krahasimi tani në mes të dyjave dhe që mund të i shohim edhe më mirë. Pra, çfarë thot? Bisha nga toka, zbulesa 13-11, përshkrua një bish me 2 bri që ngjitej nga toka dhe do të detyroj të gjithë botën të adhuroj bishën që u plagos me shpatë. Dhe do të ngrej një shëmbëltyr të saj dhe do të vënë damken e saj që do të flasim herën e ardhshme se çfarë është damka. Kjo bish me 2 bri do të jetë shpata në dorën e papatit të Romës dhe na thuhet se do të vras me atë shpatë këtë që nuk pajtohet.
E tëra çfarë bën do të jetë për të nderuar bishën e parë e cila ka dalë nga uji. Kjo do të kthej shpatën e dorës në dorën e bishës nga uji. Zbulesa 13-15 thotë ati ju dha fuqi t'i jepet frymë shëmbëltyrës së bishës, që shëmbëltyra e bishës të fliste dhe të bënte të gjitha ato që nuk do të adhuronin shëmbëltyrën e bishës të vriteshin. Pra, shumë serioze. Zbulesa 13-19 gjejmë një përshkrim të kësaj bishe e cila del nga toka, pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga toka dhe kishte 2 bri si të qengjit dhe fliste si dragoi. Edhe njëherë pra e shohim imazhin e kësaj bishe, pra e cila doli nga toka dhe kishte 2 bri si të qengjit. Ajo që është e jashtëzakonshme në lidhje me këtë bish është se personaliteti i saj i ndarë. Ajo ka 2 bri si të qengjit, por flet njëkohësisht si të dragoj. Vlen të përmendet se në të 2 brirët nuk thyhen para se të filloj të flasë si dragoj. Është komenti i zotri Dr. Kelly, që i miri apo e kundërta Dr. Hyde, që është ajo fuqia tjetër. Ajo flet si dragua ndërsa vazhdon të ketë 2 bri si të qengjit në kokën e saj. Karakteri i kësaj bishe të kujton personalitetin e ndarë të manifestuar, si që e thojnë këta 2 persona, pra Dr. Jekyll dhe Hyde, varësisht i miri apo keqi. Si mund të identifikojmë së pari bishën nga toka? E ndiqni rendin historik. Çfarë thot historia? Kemi mbretëri, së pari ishte mbretëria është babilonase, mandej medianët dhe persianët, e treta Greqia, Roma dhe Roma e ndarë. Ashtu si që kemi të Danieli kapitulli 7, pra 4 bishat, njëra si luani me krah, tjetra si leopardi me 2 par krah, pastaj si areu me 3 par dhëmbë dhe kjo tjetra që është e jashtëzakonshme, vërtet që nuk gjendet në natyrë, e llahtashme, e tmeshme, kishte 10 bri dhe hante derdhte shumë gjak. Roma dhe papati i saj gjatë fazës së saj 1260 vjet apo 42 muaj profetik, si që kemi shpjeguar në kalume, faza e plagës vdekjepruese, qeverit laike frenojnë, bisha nga toka, e plaga vdekjepruese u shërua nga bisha toksore. Ju kujtohet kjo statua te Danieli kapitulli 2, nga ari, argjenti, bronzi, hekuri dhe këmbët e përzira, hekur dhe algjir, që janë këto mbretëri, pra babilonase, medo-persiane, greke, romake dhe të Europa e ndarë. Cilat janë karakteristikat e bishës e cilat del nga toka? Pra, si mund të sigurohemi që ato që ka e thamë më herët që është ashtu? Ja, tani do shkojmë të ndëmrojmë njëna pas tjetrës dhe fillojmë nga e para. Karakteristika numër 1 që ky përshkrim i përshtatet Shteteve Bashkuara të Amerikës është se ajo ngrihet kur bisha e parë merr plagën e saj vdekjepruese, siç thos zbulesa 13, 10 edhe 11. Çfarë thot? Ai që çon në robëri do të shkojë në robëri. Ai që vret me shpatë duhet të vret me shpatë. Këtu është durimi dhe besimi i shejtorëve. Pastaj pash një bish tjetër që dilte nga toka dhe kishte 2 bri si të qengjit dhe fliste si dragoi.
Pra, edhe njerë imazhi i bishës, e cila del nga toka, cili duket mjaft natyral dhe i natyrshëm përveç disa brit që nuk i shkojnë bizonit. Karakteristika numër 2, cila është? Toka përfason një zonë me popull të rrallë. Nuk ka ujë. Ju kujtohet uji është simboli popullit, kurse kjo bish nuk del nga populli, po del nga toka. Nuk ka as erëra konflikti dhe as bishat e egra për të luftuar dhe pushtuar. Kjo del nga një vend ku nuk është i populluar, nuk është populli, mande nuk ka edhe konflikt, saksisht erëra që janë simbolik e Biblës. Zotri Daniel Bostin thot në artikullin e tij vitit 1976, e kemi këtu citatin, kjo është origjinali dhe kjo është përkthimi, boshllloku i Amerikës së Veriut do të provonte se ishte premtimi i saj i veçantë për botën. Boshllloku ishte pjellorja e veçantë e Amerikës. Daniel, pra personja këtu, Daniel Bostin, i cili për shumë vite ishte punonte në Bibliotekën e Kongresit në leksionet e tij rejt të vitit 1975 në Londër, cituar nga Saints of Time në tetor 1976, faqja 25. Si përgjigjen Shtetet e Bashkuara me të gjitha këto, do shohim në vijim. Historia e Shteteve Bashkuara u ndo nga një provincë bamirëse, nga historia egër dhe mizore pjesës tjetër të kontinentit dhe si një farë e heshtur ne u rritem në një perandori, thot njëri prej autorëve. Nga bota e re krahasuar me të vjetën, cituar në Pse ndodhi Amerika, shenjat e kohës në vitin 1976, faqja 26, ja këto është origjinali. Pra si i përgjigjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës bishës e cila del nga toka. Argumenti numër 3, apo karakteristika numër 3, është se ajo bish rritet si një bim në heshtje. Rritet si një bim në heshtje. Pika numër 4, thot ajo rritet me një perëndim se kombet e tjera të Danieli 7, se për profecia lëviz nga lindja në perëndim. Pra, profecit fillojnë në lindje dhe shkojnë drejt perëndimit. Karakteristika numër 5, sepse Shtetet e Bashkuara i përgjigjen kësaj, është nuk mund të lindë në Evropë ose Azi. Pse? Sepse bishat atje dalin nga deti, ka popull. Në Evropë dhe Azi ka popull, por kjo bish del në një territor ku nuk është e populluar. Si që thot Danieli 7:2 dhe Danieli 13, vargu 1 dhe 2, zbulesa, pardon, kjo dyta duhet me qenë zbulesa. Ajo linë në një vend tjetër. Pika numër 6, cila është? Përpara se të bëhej kom, kjo bish, e cila doli nga dheu, ofroi strej për ata që u përsekëtuan gjatë 1260 viteve dhe nga bisha e detit, zbulesa 12 prej 13 dhe 16. Me fjalë të tjera, në fillim ajo ka një anë pozitive. Pra, profetizimi thot se dheu i ndihmoi gruas. Ata që iken nga përsekutimi nga Evropa, pra qindra mira njerëz, një numër shumë i madh tyre gjeti strehim në kontinentin e ri. Pika numër 7, apo karakteristika numër 7, pse kjo bish i përgjigjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bashkohore ose ekziston me bishën e parë. Bisha e parë është më e vjetër se kjo bish e dyta,
bëhet aleate e bishës së parë dhe e ndihmon për të rimarë fuqinë e saj. Ajo do të bëhet zbatuesja e bishës së parë dhe do të ndihmojë në shërimin e plagës së saj. Ajo do të detyrojë njerëzit të adhurojnë bishën, imazhin dhe të marrin dëmken. Pika numër 8 është më vonë në historinë e saj ajo bëhet një superfuqi botërore ekonomikisht dhe ushtarakisht me armë dhe politikisht. Pra, në fillim kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan patën i tërë, pra tërë Amerika vetëm 260.000 banor, pas një kohe 1776 bëri 2 milion, pra nga 200 u bën 2 milion e 800.000 njerëz, mandej 1805 milion, mandej 1976 milion, pra për 100 vjet 100 sa herë u shumë fishu, 1950 e 151 dhe tani ka pra mëse bit 306 milion. Një bish përfaqëson një komb ose mbretëri. Ajo nuk filloi si mbretëri, por më vonë u fuqizua. Është rënë dakord universitarisht midis studentëve dhe të profecive apokaliptike, më ardhë vështirë që ta thonë ta shqiptoj këtë apokaliptike, se bishat simbolizojnë ose përfaqësojnë mbretërit. Në librin e Danielit, Luani, Ariu, Leopardi, Dragoi, Dashi dhe Cjapi përfaqësojnë të gjitha kombet ose mbretëri. Zotriun që po e shohim këtu është zotri Adam Clark, i cili është komentuesi elektronik i shuar i Biblës. Zotri Adam Clark vrejti me mençuri për këtë bish me brirë, qengjë dhe tha. Me qenë se një bish është treguar tashmë se është simbol i një mbretërie ose perandorie, ngritja e kësaj bishe të dytë duhet të përfaqësoj rrjedhimisht ngritjen e një perandorie tjetër. Zotri Adam Clark shpjegoi gjithashtu se dy brirët e bishës toksore përfaqësojnë mbretërit dhe thot, ashtu si bisha me 7 koka përfaqësohet sikur ka 10 brirë, të cilët nënkuptojnë kaq shumë mbretëri të bashkuara për të mbështetur kishën latine. Ashtu edhe bisha që ngjitet nga toka ka gjithashtu 2 bri, të cilat rrjedhimisht duhet të përfaqësojnë 2 mbretërit, sepse nëse brirët e një bishe nënkuptojnë mbretëri të një pjesë të apokalipsit, mbretërit duhet të nënkuptojnë se në këtë simbol sarë që përdoret në një mënyrë të ngjashme në çdo pjesë tjetër të këtij libri. Me qenë se bisha është treguar tashmë si simbol i një mbretërie ose perandorie, ngjitja e kësaj bishe të dytë duhet të përfaqësojë rrjedhimisht ngjitjen e një perandorie tjetër, thot zotri Adam Clark, që është komentuesi i Biblës, 2 bri brenda një kombi. Pra, ja, kështu e zbulesa 13 e paraqet bishën e dytë e cila u ngret nga dheu. Pra, ju përshëndesim, zotri Angel Fetohu. Kjo ishte pyetja ju, cila është bisha e cila del nga dheu, pra si folëm herën e kalume. Zotri Adam Clark, i cili është komentuesi elektronik i Biblës, a kishte të drejtë në vlerësimin e tij. Unë besoj se mund ta vlerësojmë këtë. Paralelja më e afërt biblike me bishën me brirë qengjit të zbulesës 13-19 është dashi i tek profeti Daniel kapitulli 8. Le të vërejmë vargjet 3 dhe 23.
Danieli 8 thot, pastaj ngrita syt, Danieli ka vegim dhe dhe shka normal ai i shkruan. Pastaj ngrita syt dhe poshtë dhe ja pran lumit qëndronte një dash që kishte 2 bri dhe me të brit ishin të lartë, por njëri ishte më i lartë se tjetri dhe më i lartë i doli i fundit. Dashi që që kishte 2 bri, ata janë mbretërit Medianës dhe Persian. Pra, 2 bri janë 2 mbretërit. Do të vihet re se dashi përfason një komp të përbër nga mbretëria të 2 fisht, Medianë dhe Persianët. Përfundimi i pashmangshëm është se 2 brit si të një qengji të zbulesa 13-11 simbolizojnë 2 mbretëri që ekzistojnë krah për krah brenda një kombi të vetëm. Pyetja, pse brirët janë si të qengjit, çka është e jashtëzakonshme? Zbulesa përdor fjalën qengj 29 herë dhe në 28 prej këtyre herëve i referohet në mënyrë të padiskutueshme Jezusit, Krishtit, por zbatohet edhe për Krishtin në këtë rast. Tekstin e bën të qartë se 2 brirët si të qengjit janë në kundërshtim me zërin e dragojit. Kjo bish toksore ka 2 bri si të qengjit, por flet si një dragua. Është e qartë nga zbulesa 13-11 se 2 brit si të një qengji përbëjnë anën pozitive ose të favorshëm të bishës toksore, ndërsa zëri i dragojit është ana negative. Në zbulesë Jezusi përshkruhet vazhdimisht si në konflikt me dragojin dhe din që aja ka shkel kokën dhe është ngadhnimtar mbi dragojin, mbi gjarpërin, qysh nga kopshti Adamit dhe Evës, duhet të jetë pra, por këtu bisha me bri si të qengjë dhe dragoj duket se janë bashkëpunëtor. Pra, në këtë rast nuk ka asgjë të bëjë me Jezusin dhe me simbolin e tij të qengjit, sepse ajo është qengji që është therrë për shpëtimin e njerëzimit dhe ja ka shkel kokën dragojit apo gjarprit. Ajo referent se beson se në 2 mbretëri të cilat beson të Jezusi, por bie ndesh me referimin e saj në praktiken aktuale. Me qenë se 2 brit përfaqësojnë mbretërit që Jezusi miratoi, pyetja është cilat 2 mbretëri i njohu Jezusi apo qengji. Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, le të përmendim atë që kemi studiuar deri me tani rreth kësaj bishe. Cile është përfundimi dhe përmbledhja. Bishja e tokës përfaqëson një komb të vetëm. 2 brit si qengji përfaqësojnë faktin se ky komb i vetëm përbëhet nga mbretëri të 2 fishta. Brirët janë si të qengjit, kështu që duhet të përfaqësojnë 2 mbretëri që u mësuan dhe u njohen nga Jezusi. Zoti Jezus, cilat 2 mbretëri miratoi Jezusi, sipas Mateo 22, ju kujtohet, kemi fol herën e kaluar, dhe cila është historia e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Tani duhet të bëjmë një pyetje, cila mbretëri u ngrit rreth vitit 1798, kur bisha e parë mori plagën e saj vdekjepruese, e cila në dokumentat e saj themeluese njohun në mënyrë të qartë ekzistencën legjitime të njëkohshme të 2 mbretërive në një komb, siç mëson Zoti Jezus. Përgjigjja është e pagabueshme dhe pa kundërshtueshme dhe motra Ellen G. White apo Drenusha Bardhi në librin Konflikti i Madh që e kemi shpërndarë dhe kemi fillu përsëri, pra ka shumë citate dhe ky libër e trajton trajton të gjitha këto tema dhe ju që jeni të interesuar, pra mund në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, mund të ju dërgojmë me post
nëse e dërgoni të dhanat, adrese, numër telefoni e kështu me radhë. Dhe citati nga ky libër, nga libri Konflikti i Madh, Kontradita e Madhe, e faqe 440 thot kështu: cili kom i botës së re po ngritej në pushtet në vitin 1798, duke dhënë pretendimin e forcës madhështisë dhe duke tërhequr vëmendjen e botës. Zbatimi simbolik nuk pranon asnjë dyshim, një kom dhe vetëm një përmbush specifikimet e kësaj profecie. Ai tregon në mënyrë të pagabueshme Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra toka i ndihmoi gruas dhe duke gjetë strehim nga përzekutimet e perandorisë romake në mesjet. Historia e Shtetit e Bashkuara mund të dahet në dy periudha të mëdha, pra periudha koloniale nga viti 1620 deri 1776 dhe periudha kushtituese nga viti 1776 deri me sot. Pra, këto janë dy etapa dhe etrit kushtetues burra si George Washingtoni, Thomas Jeffersoni, John Adams, James Madison, Benjamin Franklin të Shtetit e Bashkuara të Amerikës i dinin mirë këto tri gjëra: historia e kishës në mesjet, historia e kishës në periudha koloniale, biblat e tyre. Ata e njohin historinë e mesjetës, në fakt ata jetonin në vitet e fundit të profecisë të vitit 1260. Është rënditëse të kuptosh se deklarata e pavarësisë, konstituta dhe deklarata e të drejtave të njeriut u shkruan dhe u ratifikuan të gjitha pak para se plaga vdekjepruese të bishës së parë të jepet papatit, që është në vitin 1798. Pra, early Americans e dini që erdhen nga Evropa dhe e populluan kontinentin e ri. Etërët kushtetues e dinin se kur kisha është dhe shteti bashkohen, rezultati pashmangshëm është mohimi i të drejtave civile dhe fetare dhe përzekutimi. Ata dinin gjithçka rreth mekanizmit dhe inkuzicionit dhe ishin të njohur mirë me materializmin e njerëzve të shejt, martinizimin e njerëzve të shejt, sikur është John Husi e martir tjerë. Ata e dinin se Husi u mbajt në mjerim burgu dhe për muaj të tërë pa proces të rregullt, se ai u akuzua nga dëshmitar të rem dhe se nuk ishte shkelur asnjë ligj civil, se ai u gjykua vetëm për bindjet fetare të ndëgjegjës së tij, se ai u gjykua nga udhëheqësit e kishës në një mënyrë të ngjashme si ata që Sinedri kishte gjykuar Jezusin, se udhëheqësit fetar i dhanë dënimin me vdekje dhe se kisha më në fund ishte drejtuar pushtetit civil për të përdorur signi mund të ratifikoj deklaratën e tyre të vdekjes. Dhe ata e dinin se Husi u dogj në turmën e druve për asnjë tjetër përveç se bindjeve të tij fetare. Për pak kohë Husi u nxor nga burgu i tij i nënveshëm në një dhomë të mirë, por këmbët e tij nuk e mbanin dot.
a i lëkundej dërsa ecte, drita e syve të ti ishte e plogësht dhe e pa përdorur për ditën, faqet e ti ishin të zbekta për vdekje dhe dhëmbët e ti ishin, dhimbjet e ti ishin të lirshëm. Pasi 11 prej tyre i kishte rënë për shkak të burgut të lakshëm. Me orën që bën të 8 dhe kombinat që bënin procesi i peshkopove, kardinaleve, etëve, zavendësuesve, zëvendës ndaj kishës, ku ishte vendosur një karrik për Husin, rreth së cilës ishin rregulluar vendet e zotrive, thot në Husi heretik në faqe 28. Akuzat u lexuan më pas, asnjëra prej tyre nuk përbënte shkelje të ligjit civil. Pasi ai paraqiti mbrojtjen e tij, udhëheqësit fetar bërtiten shumë si turma që bërtiti për kryqëzimin e Jezusit. Husi tha, ai, Zoti, i tha Pjetrit, dishepullit i tij i dha qelsin për të hapur dhe për të gjitha zemrat dhe qelsin e besimit në të dhe jo shpatën, për të vrarë, ashtu si që vrisni të gjithë ata që nuk pranojnë doktrinat tuaja botrore dhe që shmangën prej tyre, tha Husi në mbrojtjen e tij. Dhe në fund çfarë ndodhi? 31 vota e shpallën të pafajshëm, 11 vota ishin për përjashtim, kurse 45 vota ishin për vdekje. Kështu që gjykata e Vatikanit pramur vendimin që ta ekzekutojnë dhe kështu mjerisht përfundoi jeta e tij. Pra, Konti Klym, një nga mbrojtësit e Husit, i u lut perandorit, Cezar, hiq dorë nga veprime të tilla, Cezar, mos e shkruaj emrin tënd me gjak. Por veshët e perandorit ishin të shurdhur dhe u mbyllen më tej nga kardinalet, peshkopet dhe priftërinjtë që u mblodhen rreth tij. Përputhnin cepet e rrobave të tij dhe lëvdronin emrin e tij kur ai kapi penden dhe shkoi emrin e tij. Shkru në librin Husi heretik. Prefiterit e shkruan dënimin dhe ju dhan perandorit Signit, i cili nënshkroi deklaratën mbretërore me 5 korrik të vitit 1415 dhe kështu u ekzekutua njeri pa faj, pa asnjë të keqe. Ata dinin shumë mirë se si Roger Williams u dëbua nga kolonia e Gjirit në Massachusetts, për shkak se predikonte një ndarje të rrep të kishës nga shteti. Ata e dinin se si ai duhej të largohej nga Massachusetts në fund të vitit 1635 dhe se në fillim të vitit 1636 në mes të dimrit për të shpëtuar zemrimit të udhëheqësve fetar. Ata e dinin se si ai themeloi kolonit Horde Island me kryeqytetin e saj në provincë. Dhe etërit kushtetues e dinin edhe biblat e tyre. Ata dinin gjithçka rreth gjyqit, dënimit dhe ekzekutimit të Jezusit dhe përsekutimit që i ndodhi kishës apostolike në duart e shtetit romak. Kjo është parlamenti amerikan, i cili shumë mirë e njihte historinë dhe këto ngjarje, dhe dokumentet themeluese të Shtetit të Bashkuara janë të jashtëzakonshme. Në vitin 1776, deklarata e pavarësisë pohoi se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë dhe se ata kanë disa të drejta të patjetërsueshme, ndër të cilat janë jeta, liria dhe
ndjenja e lumturisë. Në vitin 1787 u ratifikua Konstituta dhe në vitin 1791 u miratua deklarata e të drejtave, djetë ndryshimet e para të Konstitutës. E gjitha kjo ndodhi me njëherë pasi se papati të merrte plagën e tij vdekjepruese. Zoti në providencën e tij po përgatite superfuqi të ashme botore për të shfaqur në skenë, ndërsa fuqitë e para ishin gati të bindej. Kombi i ri u themelua mbi dy parime të mëdha. Cilat janë ato parime? Republikanizmi, qeveri përfaqësuese civile, dhe protestantizmi, qeveri përfaqësuese fetare. Pra, gjatë mesjetës të gjithë çështjet civile vendoseshin dhe imponoheshin nga mbretërit, dhe të gjithë çështjet fetare vendoseshin dhe zbatoheshin nga papa, pushteti rrifte nga lart poshtë. Kur mbreti fliste për çështje civile dhe papa fliste për çështje fetare, nga populli pritej thjesht të bindej. Etërit kushtetues vendosen një sistem revolucionar qeverisje që rrifte nga poshtë lart. Një qeverisje e popullit, nga populli dhe për popullin, për të cilën qytetarët do të gëzonin liri të plot civile dhe fetare. Ideja themelore pas këtij koncepti ishte ajo e dy mbretërive në një kom, secila në shpatën e vet. Ky ishte një nga eksperimentet më revolucionar në historinë e njerëzimit. Është interesant se Ellen G. White ka jetu pas kësaj periudhe dhe ajo përshkruan kontekstin midis sistemit të mesjetës dhe sistemit që etërit kushtetues më në fund miratuan dhe zbatuan. Ania e cila po lëndron ka njerëz dhe do të vjen njëra pas tjetrës me të mërgua nga Europa në vendin e ri, dhe Biblia thot toka e ndihmoi gruan. Në mënyrë simbolike toka e ndihmoi kishën, pra të përzekutuarit nga romakët dhe nga papati gjeten strehim në vendin e ri. Midis të mërguarve të krishterë që iken për herë të parë në Amerikë dhe kërkuan azil nga shtypja mbretërore, shteti shtypës dhe intoleranca priftërore, kisha shtypëse, e cila përzekutonte, kishte shumë që vendosen të krijojnë një qeveri mbi themele e gjëra të lirisë civile apo shtetërore dhe liri fetare. Pikpamjet e tyre gjeten vend në deklaratën e pavarësisë, e cila përcakton të vërtetën e madhe se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë dhe të pajisur me të drejtën e patjetërsueshme për jetë, liri dhe ndjekje të lumturisë. Profetizimi thot pra toka e ndihmoi gruan apo kishën, dhe kjo është zvarkimi i tyre e falënderimi nga Zoti, lutja në gjunjë e personave të cilët nga Evropa iken duke lyp strehim. Dhe Konstituta e shtetit të ri, kjo është zonja Ellen White, e cila është shkrimtare e librit Great Controversy apo konflikti i madh, të cilin e ofrojmë falas. Tani ka një kohë, të gjithë që jeni të interesuar, pra mund të na shkruani pa hezitim. Dhe Konstituta i garanton popullit të drejtën e vetëqeverisjes, duke siguruar që përfaqësuesit e zgjedhur me vota popullore të miratojnë dhe të admirojnë ligjet. Liria e besimit fetar u dha gjithashtu
çdo njeriu i lejoj të adhuronte Zotin sipas urdhrave të ndëgjegjës së tij. Republikanizmi, një shtet pa mbret, pra jo një mbret, dhe protestantizmi, një kish pa pap, u bën parimet themelore të kombit. Këto parime janë sekreti i fuqisë dhe prosperitetit të tij, andaj Zoti e bekoi fuqishëm kontinentin e ri, siç po e thotë ky citati i motrës Ellen G. White. Konflikti i madh në faqe 441. Themelit e kombit kërkuan një mençuri të mbroheshin nga përdorimi i shtetit laik nga ana e kishës, me rezultatin e saj të pashmangshëm, intolerancën dhe përsekutimin, siç thot në Ellen White në Konflikti i madh, faqe 442. Kështu etrit themelues krijuan një qeveri që u kthye në pikpamjen e kishës dhe shteti që kishte karakterizuar Jezusin dhe kishën më të hershme, pra kishën e apostujve. Kur feja është e mirë, unë mendoj se ajo do të mbështetet vetë, dhe kur nuk mbështetet vetë dhe Zoti nuk kujdeset ta mbështes atë, kështu që profesorët e saj janë të detyruar të kërkojnë ndihmën e pushtetarëve civil, është një shenjë, mendoj une, se është e keqe, thotë zotri Benjamin Franklin, njëri nga themeluesit e Kushtetutës. Kurse George Washingtoni shkroi letër delegacionit baptist në vitin me 8 gusht në vitin 1789, duke thënë, Zoti i plot fuqishëm i ka krijuar ndjenje të lira, të gjithë përpjekjet për të ndikuar atë të ndëshkimeve ose barave të përkohshme janë një largim nga plani i autorit të shejt të fesë son. Askush nuk duhet të detyroj të frekuentoj ose të mbështes ndonjë adhurim, ose shërbes fetare, ose të vuaj ndryshe për shkak të mendimeve ose besimeve të tij fetare. Për të gjithë njerëzit duhet të janë të lirë, të shpallin dhe me argumente të mbrojnë mendimet e tyre në çështjet e fesë. Unë e di vetëm një kod moral për njerëzit pavarësisht nëse veprojnë individualisht apo kolektivisht. Zotri George Washingtoni vazhdon dhe thot, nëse do të kisha pasur sadopak frikën më të vogël se Kushtetuta e hartuar nga konventa ku pata nderin të kryesoja, mund të rrezikonte të drejtat fetare të ndonjë shoqërie kishtare, sigurisht që nuk do të kisha vënë kur firmen time mbi të, dhe nëse tani do ta mund ta imagjinoja, kjo qeveri përgjithshme mund të administrojë ndonjëherë në mënyrë të tillë që të bënte të pasigurt lirinë e ndëgjegjës. Ju lutem, t'i bindeni se askush nuk do të ishte më i zëshëm se une për të vendosur bariera efektive kundër tmerrjeve të tiranisë shpirtërore dhe çdo lloj përsekutimi. Sepse padyshim që ju kujtuat, unë shpesh kam shprehur ndjenjat e mia se çdo njeri që sillet si një qytetar i mirë dhe është i përgjegjshëm vetëm para Zotit për mendimet e tij fetare, duhet të mbrohet në adhurimin e hyjnisë sipas urdhrave të ndëgjegjës së tij, thot në letrën zotri i nderuari zotri George Washingtoni. Dhe pastor Stefan Borni thot gjithashtu, ndonjëherë i cili
e ka përpilu tërë këtë serial, ndonjëherë kur jap leksione mbi këtë temë, bëj pyetje. Sa mbretëri u përkasin të krishterëve. Fakti është se të krishterët janë qytetarë të dy mbretërive në të njëjtin vend. Ne jemi qytetarë të një mbretërie toksore me lindje dhe jemi qytetarë të mbretërisë qiellore me lindjen e re apo rilindje. Ne jemi me një pasaport toksore që identifikon veten tonë toksore të origjinës dhe kemi një pasaport qiellore që është gjaku i Jezusit, gjaku i qengjit, i cili na identifikon si qytetar të mbretërisë qiellore të Krishtit dhe të Kishës. Çfarë thot amandamenti i parë i Shteteve Bashkuara të Amerikës? Sot është bërë në modë që aktivistët e krishterë të thonë se ndarja e Kishës nga shteti u krijua vetëm për të mbrojtur të drejtat e Kishës nga ndërhyrja e shtetit, por e kundërta është e vërteta. Historia e mesjetës dhe periudhës koloniale tregon pa asnjë dyshim se rreziku më i madh është për Kishën që të përpiqet të përdorë shtetin për të përmbushur misionin e saj. Shpesh aktivistët e Kishës do të thonë gjithashtu se ndarja e Kishës nga shteti nuk shfaq askund në Konstitutë. Kjo është e vërtet nëse nënkuptojnë se shprehja aktuale, ndarja e Kishës nga shteti nuk është në Konstitutë. Edhe pse shprehja specifike nuk gjendet në Konstitutë, koncepti përbëhet qartë se shprehimisht në amandamentin e parë të Konstitutës. Kongresi nuk do të nxjerrë asnjë ligj në lidhje me një themelim të fesë, klauza e numër 9, ose që parandalon ushtrimin e lirisë së saj, klauza numër 2, ose që shkurton lirinë e fjalës ose të shtypit, ose të drejtën e popullit për të mbledhur në mënyrë pasore dhe për t'i kërkuar qeverisje një peticioni për një zgjedhje të anketuarve. Disa aktivistë bashkëkohor të krishterë kanë shkruar deri aty sa të thonë se amandamenti i parë zbatohet për qeverinë federale dhe nuk zbatohet për shtetin. Por kjo ide është e përmbysur vazhdimisht nga gjykata e lartë. Vini re se qëllimi i amandamentit të parë nuk është në ndonjë themelim e një kishe ose një feje, është e qartë se amandamenti i parë ndalon themelimin e periudhës së fesë. Zotëri James Madison, i cili quhet përndryshe babai i Konstitutës, shprehu pikpamjen e tij mbi marrëdhënien midis fesë dhe qeverisë, i cili thotë nuk ka asnjë hije të drejtë në qeverinë e përgjithshme e saj më të vogël në të do të ishte një uzurpim shumë flagrant. Mund të apeloj për sjelljen time uniforme në këtë temë. Në vitin 1797, një vit para se plaga vdekjepruese t'i jepet papatit katolik romak, prezidenti John Adams nënshkroi traktin e Tripolit, i cili deklaroi në mënyrë të qartë: Qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk është në asnjë mënyrë e themeluar mbi fenë e krishterë. Kurse Zoti Thomas Jefferson shkruan letrën e tij në vitin 1802, i cili thotë rreth 3 vite më vonë, në vitin 1802, në një letër drejtuar shoqatës baptiste të Danburyt, Thomas Edison shprehu kuptimin e tij për 2 klauzat e para të amandamentit të parë, duke përdorur metaforën e murit me të cilën më shumë gjasa
e ka huazuar nga Roger Williams, duke besuar me një baptist e Danubit, se feja është një çështje që shteti vetëm midis njeriut dhe Zotit të tij, se ai nuk i detyroi llogari askujt tjetër për besim ose adhurim të tij, se fuqitë e legjitime të qeverisë merren vetëm me veprim dhe jo me opinione. Unë mendoj me nderim sovran atë akt të gjithë popullit Amerikan, që deklaroj se legjislatura e tyre nuk duhet të nxjisë asnjë ligj në lidhje me një themelim të fesë, ose që ndalon ushtimin e lirë të saj, duke ndërtuar kështu një mur ndarës midis kishës dhe shtetit. Sigurisht i nderuari Thomas Jefferson e dinte shumë mirë qëllimin e amandamentit të parë, se sa pardon, do të vihet të re se klauza e tretë e amandamentit të parë garanton të drejtat të plota civile, lirinë e fjalës, lirinë e shtypit, lirinë e tubimit dhe lirinë për të kërkuar qeverisë zgjedhje dhe ankesa. Njëra prej temave tona të ashme do të jetë Bisha, e cila fliste si dragua. Kushtituta jon u shkrua për të na mbrojtur nga gabimet e Amerikës koloniale dhe mesjetës. Pra, kjo ishte për tani, ju falenderojmë dhe bekimet e Zotit Jezus që dëshirojmë.